Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar pretencën për një nga dosjet më të bujshme të viteve të fundit, atë të atentatit ndaj ish prokurorit të Durrësit Arjan Doja, duke kërkuar dënim me burgim të përjetshëm për Lauren Dervishajn dhe 35 vite burg për Julian Meçën. Pretenca u lexua në mungesë të pandehurve nga prokurori i posaçëm Adnan Zholi, ndërsa çështja tashmë është në shqyrtim gjyqësor në gjykatën e posaçme. Atentati ndodhi me 1 nëntor 2019 në afërsi të mbikalimit të shkozetit në Durrës. Sipas dosjes hetimore, një automjet tip Benz ku udhtonin prokurori Arjan Doja, shtetasi Landi Muharremi dhe shoferi i tij Andi Maloku sulmuan me breshëri automatiku nga persona të armatosur në një prit të mirë organizuar. Nga ky sulm i armatosur humbi jetën shoferi Andi Maloku, i cili ndroi jetë disa ditë më vonë në spital për shkak të plagëve të rënda, ndërsa Doja dhe Muharremi mbijetuan, por mbetën të plagosur. Hetimet e Spakut e kanë cilësuar ngjarjen si një atentat të planifikuar më herët me përfshirje të disa personave dhe me objektiv goditjen e prokurorit në detyrë. Në dosje është përmendur edhe emri i Landi Muharremit, i njohur si Rumi, për shkak të së kaluarit së tij kriminale dhe lidhjeve të dyshuara me konfliktet që mund të ketë sjellë sulmin. Ngjarja pati johon të madhe në opinionin publik për shkak se për herë të parë një prokuror në detyrë në Shqipëri u bë objekt i një atentati të tillë të rënd me armë zjarri. Procesi gjyqësor ndaj të pandehurve vijon në GJKK, ku pritet vendimi përfundimtar mbi kërkesat e prokurorisë.